Ministria e Shëndetësisë ka ndërmarrë një hap të rëndësishëm drejt përmirësimit të kushteve të personave të verbër në vend, duke dhuruar pajisje ndihmëse që do t'u shërbejnë atyre në jetën e përditshme. Në kuadër të kësaj nisme, përfituesit do të kenë në dispozicion glukometra, tensiometra, oksimetra dhe jo vetëm, pajisje këto thelbësore për monitorimin e gjendjes shëndetësore. Shkumbin Zherka, kryetari i shoqatës së të verbërve Jakova, theksoi rëndësinë e kësaj mbështetje nga ministria. Ky donacion përvjen për Ministrisë së Shëndetësisë, gjithmonë mbështetje të personave të verbë, pajisje për personat që glikometër, tensiometër, oksimetër, edhe përmendoj një shërbim personave të verbëve. Ai shtoi se ndër pajisjet e shpërndara është edhe ajo me zë akustik, e cila u mundëson personave të verbër përdorimin e saj pa pasur nevojë për ndihmë të jashtme. Kjo pajisje është e domosdoshme për personat e verbër se është me zo akustik, e cila personi e përdor dhe dëgjon me zo. Melihate Plana, kryetare e Komisionit për shpërndarjen e pajisjeve, bëri të ditur si kjo nismë është në përputhje me ligjet për të verbrit dhe ka për qëllim sigurimin e mjeteve teknike dhe didaktike për ta. Pajisjet të cilat i ka siguruar Ministria e Shëndetësisë në kuadër të ligjit për të verbër, e cila është obliguar për me siguru të gjitha pajisjet tifloteknike dhe tiflodidaktike. Ne sot këto kemi sjell më shumë se 15 pajisje nga secila. Ndërsa shkopet të bardhë dhe detektor e kemi nga 50. Ky projekt jo vetëm që përmirëson cilësinë e jetës për personat me aftësi të kufizuara pamore, por gjithashtu është një hap konkret drejt përfshirjes dhe barazisë sociale, u than nga aty.